Mirë mbrëma me së dashur, po takohemi edhe këtë të tjerë në emisionin Distrekt. Sonte kemi zgjedhur një temë për të folur për guximin, për të folur dhe ndikimin e personazheve publike në luftën kundër sëmundjeve serioze. Një temë në fakt e cila na prek të gjithëve në një mënyrë apo tjetër, prek jetën e shumë njerëzve, është një nga betejat dhe sfidat më të mëdha që njeriu mund ta luftojë, dhe unë sonte kam kënaqësinë që për të diskutuar në këtë temë kam të ftuar doktor Ilir Kurtishin, si dhe drejtorin e onkologjisë. Ilir, mirë mbrëma të miqtë tanë. Po ashtu me mua sonte kam kënaqësinë që është edhe ish deputetja e Kuvendit Kosovës, Mimoza Pesari Gilian. Mimoza, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë. Doktor, po e nisi me juve, duke qenë se ki domethënë çdo ditë ki trajtim në pacientave me sëmundje të tilla. Ka ndikim kur personazhet publike ndoshta ose krijohet një ndërgjegjësim më i madh i pacientëve. Sa ndryshon në fakt ndoshta koha prej kur ke nisur gjithë punën e deri sot. Po, është vërtet. Ndërgjegjësimi i pacientit. Edhe që nga vitet 2010 më herët kur kemi filluar me marrë këtë problematikë, ka qenë situatë tjetër në Kosovë dhe vetëdijsimi i popullatës ka qenë më ndryshe, më i pak, edhe me funksionalizimin e klinikës së onkologjisë dhe me kuadrat të reja të cilët kanë filluar punën aty, bashkë me aktorë tjerë të cilët janë pjesë e këtij trajtimi të pacientëve tanë, në masë konsiderueshme pacientët sot janë vetëdijshëm dhe e dinë se çfarë kanë dhe bëjnë kujdes më shpesh, dhe ky ndërgjegjësim sot është përkthyr që ne më shumë se 50% raste me kancer zvilit ne i gjejmë sadet e hershme të sëmundjes, por kjo nuk mjafton, meqense në të ardhmen me programet nacionale të screeningu, shpesh që kemi në Kosovë, do të bëhet edhe më shumë dhe shumica e femrave të cilët mund të kenë kancer zgjirit, pra të depistohen, të zbulohen që stadium 0 ose 1, maksimum 2, dhe nëse kjo ndodh në Kosovë, atëherë kjo do të jetë një e arritë shumë më madhe për trajtimin korrekt me benefit shumë të madh të pacientëve. Dhe është e vërtetë, meqense edhe çastja e informacionit është shumë më e lehtë dhe puna që bëhet në gjithë hallkat e sistemit shëndetësor, duke filluar prej injekcisë primare, familjare, në nivelit sekondar, terciar, pastaj institutet kombëtar shëndetit publik dhe në injekcisë shëndetësisë, për që ky ndërgjegjësim të jetë në një nivel më të mirë, sidomos për kancerin e xhirit, ndërkaq që disa vete tjera të morëve akoma është Kosova mbrapa, akoma duhet bëhet më shumë të kemi një ndërgjegjësim edhe më të mirë, pra jo vetëm për kancer të xhirit të zbulohet kanceri i xhirit sa të hershme, por edhe shumë tjera magjinje, të cilat nëse zbulohen herët, edhe çelësi i trajtimit është më i mirë, suksesi është më i mirë dhe benefitin përgjithësi të pacientit dhe të shoqëria jonë është më e madhe. Pra duhet një bëhet edhe më tepër këtë kuptim që pacientët tanë ose vizitatorët tanë të cilët punë të vegen nga kjo sëmundje të rast, i derivohen me këtë sëmundje sa më të hershme që të jetë mundë. Po. Zonja Mimoza, edhe ju në fund të vitit 2024, pra keni deklaruar publikisht të keni ndarë përvojën tënde personale me këtë sëmundje. Edhe nuk ka shumë fakt personazhe publike, sidomos në vendin tonë, se ndoshta në vende tjera dalin më shumë edhe flasin për këtë sëmundje dhe ndajnë me njerëz të tjerë, por tek ne nuk është edhe aq shumë që njerëz kanë guximin për me dalë dhe ndoshta publikisht me rrëfynie përvojë personale. Si ka qenë për juve fillimisht? Për mu ka qenë diagnostifikimi me kancerin e xhirit në një periudhë tepër dinamike, zakonisht në jetën parlamentare edhe në pozicionin cilën e kam pas gati se çdo ditë ose çdo periudhë ka qenë me dinamik të veten, por ajo e ka pas një ritëm ndoshta të pakontrolluar në aspektin që e fundit që do më kishte rënë mend është që të merrem me ndonjë çështje personale shëndetësore. Megjithatë, përkundrejt krejt, unë e kam pas të rregulluar, gjithsesi ende e kam tash ma të shtum kujdesin që analizat i bëjnë në periudha të caktuara të vitit. Prandaj edhe kontrollin për parandalimin e kancerit të xhirit gjithmonë e kam kryer në muajin tetor. Dhe në tetor, në këtë muaj kur unë shkova për një check-up zakonshëm pa asnjë indikacion, unë u diagnostifikova fillimisht me dyshimin e radiologës se mund të jetë diçka e pazakont në stad të hershëm dhe pastaj edhe me analizën që më diagnostifikoi që e kam kancerin e xhirit në stadin e parë. Do të thënë fazë të hershme, përkundrejse kisha bë kontrollin një vjet më herët me mamografi, ultrazani vitit pasues se tregoi që brenda vitit
është nisë edhe është zonë në fakt pa u rrit më shumë kanceri i gjirit. Them të drejtën, personalisht nuk e kom marrë, spari nuk kom pas reflektime në aspekti negativ mbi veten ose punën e angazhimin, për arsye se shpeshherë njerëz evrej pastaj më ka ra me taku njerëz që ja bojnë gjykimin vetit, ose pyeten pse bashkë mu, çka ndodhi apo... A ke apo... pas në moment kështu duke qenë se edhe puna, edhe doktori mund të na ndihmu këtë pjesë, shembull, stresi është një prej faktorëve ndoshta që edhe din me shkaktu këtu sëmundje dhe probleme serioze. A ke mendu ndonjëherë që i gjithë ky intensitet i punës edhe me thonë se kaq shumë i japa energji edhe se duke e ditë që debatet politike edhe takimi çdo ditë ndoshta me televizion edhe pranë kamerës është një farë stresi. A e ke mendu këtë pjesë që kjo ndoshta ka mujt pak me ndiku në atë sa i përket edhe shkaqjes kësaj sëmundje? Po jam e bindun që ka qenë dinamika stresi, jam e bindun që ka të bëjë gjithashtu edhe me parametrat mjedisor ku jetojmë. Ne jetojmë në një qytet shumë të ndotur, më ertë të ndotur, do me thonë përgjithsisht Prishtina del gjithmonë e dyta e treta në Evropë, ose me Shkupin e di që bojnë gara kush është më i ndotun. Po përkundrejt krejt, e kom jetën e shëndetshme në kuptimin e ushtrimeve fizike, kujdesit për ushqim, mos abuzimit me asnjë substancë, do të thonë asnjëherë në jetë nuk kom pi duhan, alkoolin, verën, do të thonë më shumë këto periudha festive, nuk jam konsumuese e gjitha produkteve ose ushqimeve që zakonisht tregohen si dëmshme për organizmin. Nuk e konsumoj mishin e kuq edhe mishin e shpezve që 8 vite, që s'ka të bëjë me këto, ka të bëjë me një zgjidhje time në kështu të momentit prej vitit 2017 dhe krejt këto kanë mund me qenë atribute që ndoshta e kam parandalu me ndodhë diçka ma herët. Por mandej e din edhe doktori edhe kur është bo edhe analiza e biopsisë gjithësisht të dalë që është kanceri i llojit më të, do të thonë jo me agresivitet, do të thonë më të ngadalshëm, ajo është fat në këtë situatë jo të mirë që mund të mballafaqojë një pacient edhe që pjesa tjetër e si të them prognozës për jetëgjatësinë ose për mundjen e sëmundjes është shumë e mirë në raport me, domethënë, stadat më të avancume ose me praktika të tjera. Një gjë ma kalon kjo sëmundje, tash e një vetë jo ma e qetë, kështu personalisht e ndi veten ma qetë, për arsye se vrej që shumë faktor t'jashtëm të cilës shkaktojnë stresin, do të varen krejt si i marrim ne. A i marrim ne me atë ngarkesë, a e lejojmë vetit nervozën, apo e marrim mashtrume situatat e jashtme. Drejt paka shumë që kur takojmë njerëz që janë përballë ndoshta me sëmundje të tillë, kanë atë predispozitën me qenë shumë ma pozitiv se sa njerëz që nuk ja dinë edhe aq shumë ndoshta vlerën ose rëndësinë. Doktor, ka shumë pacient që ndoshta po me ndërlidh me këtë që tha Mimoza, nuk konsumojnë as duhan, as nuk pinë asnjë substancë me abuzume, lënd, për shembull alkoolin ose të tjera, edhe diagnostifikohen. A ke mujt me analizu pak a shumë, se nuk është të vërtetuar asgjë shkencëtarisht. Po cilët ndoshta mund me qenë ato. Po ne i ndajmë disa faktorë të cilët kanë impakt, po do të sëmundjet malinje mund të lajmërohen edhe të personi i cili nuk ka asnjë nga këto faktorë. Pra të jetë i shëndetshëm, të ketë një jetë shëndetshme, do të me ma pak stres, me aktivitete fizike, me një ushqim të mirë, pa predispozita gjenetike dhe prapë të fitoj kancer. Pra kjo, numri më i madh i tyre është pikërisht ky lloj. Po, kur të ketë kujdes në disa faktora, atëherë kjo mund të bëjë që ne ta shtyjmë do të periudhën ose ta zgjejmë sëmundjen pak më herët dhe deputetja ka pas fat dhe ka pas një jetë të organizume, një edukim shëndetësor korrekt, me qenë se mamografia nuk ja prevenon sëmundjen, po fakti që ka bërë një mamografi në periudhë kohore për 1 vjet, ka pas fat që sëmundja zbulohet në stadin 0 ose 1, kur qasja me një tretman operativ është çelësi i mjekimit, pra dhe pastaj vetë forma e sëmundjes e cila ka qenë e tillë që është me karakteristika të mira, bën që trajtimi të jetë i lehtë dhe të jetë shumë benefit prurës, ose të themi që pacienti ta tejkalojë sëmundjen gati komplet. Pra pastaj duhet bëhen të kontrolla të rregulla. Stresi është një prej faktorëve i cili nuk është faktor direkt pra në sëmundje, por është faktor i cili kompromiton një farë forme rregullimin e sistemit imun ose punën e sistemit tonë imun dhe bën trupin më të ndihshëm dhe më të predisponuar për problemeve të ndryshme të cilat ndodhin në organizëm. Një ndër ta mund të jenë edhe
këto qelizat të cilat ndahen shpejt dhe të cilat në një fazë periudhë caktuar ato mund të bëjnë disa gabime, të cilat pastaj manifestohen me qoftë me smundje të sistemit kardiovaskular ose në këtë rast me smundje që ne i quajmë malinje. Mirëpo, largimi prej faktorëve të dëmshëm është obligativ aq sa ne mundemi dhe do të kemi kujdes shumë pra në faktorë të cilat janë të vërtetuar që mund të shkaktojnë edhe këto smundje, sepse jo vetëm këto faktorë që i përmendëm pra fizik, por ka edhe faktorë biologjik, pra disa virusë ose bakterie, të cilët në organet të caktuara mund të shkaktojnë edhe këto problematika. Por ajo që është bërë në Kosovë dhe që po vazhdon të bëhet, që është e mirë, sidomos për kancergjirit, është që kemi realisht një vëdësim të madh në popullat dhe dalja publike e personave të caktuar dhe do të dhënia e informatave dhe analizës vetëgjendjes ose informatave të ndryshme bën që pacientë tjerë ose qytetarët mos hezitojnë për të shkuar te mjeku, që nëse ka qenë tabu deri më herët se nuk duhet të shkojë te mjeku, se mamografia për shembull ose ultrazori është një metodë e vrarë të dëmshme e cila mund të bëj smundje të xhirit, ose për arsye familjare do të kanë hezituar që pacientë shkojnë të bëjnë një kontroll duke menduar që nuk është e nevojshme derisa nuk kemi ndonjë shenjë. E pikërisht fakti që smundja nuk jep shenja dhe momenti kur jep shenja është e avancuar, ne rekomandojmë që të bëhet kontroll check-up, po qysh nga mosha 40 vjeçare, nëse është fjala për një femër, për një ultrazë ose mamografi xhirit apo një ekzaminim që ne quajmë papa test, apo nëse ka një anamnezë familjare pozitive, nëse dikush prej familjes ka qenë i smur, atëherë femrat rekomandohet që nga mosha 25 vjeçare të bëjnë vetë ekzaminime dhe një herë në vit, një herë në 2 vjet të bëjnë një ultrazë të mjeku i mjekësisë përgjithshme, pra mjeku familjar dhe pastaj nëse vren ndonjë ndryshim të lajmërohet ose të vazhdojë trajtimet ose ekzaminimet e duhura në mënyrë që smundjen ta kemi nën kontroll. Dhe Kosova si vend i cili është me gati 1.6 milion banor, edhe pse ka situatën nën kontroll me këto smundje malinje, ne prapë do të ballafaqohemi me çdo ditë me praktikën tonë përditshme me smundje të avancuar të organeve të tjera, kur persona edhe ndërmoshën 50 vjeçare ose 40 vjeçare lajmërohen me këtë problematikë, e cila pastaj ka një trajtim multidisiplinar, një trajtim të veçantë, një trajtim i cili ka kosto shumë të lartë për shtetin tonë dhe mënyra më e mirë pra e trajtimit të kësaj smundje është pikërisht mbetet kjo që smundja jo të prevenohet, po të zbulohet ose detektohet sa më herët që është e mundshëm dhe të jemi do të në trend me vendet e Bashkimit Evropian ku smundjet malinje të xhirit pra zbulohen që është faza të hershme dhe numri më i madh i tyre personave te kalojnë smundjen dhe jetojnë me to si me një smundje kronike. Po, çka dallon Kosova ndoshta me vende tjera të Evropës gjatë trajtimit të kësaj smundje? Kosova më herët ka qenë më ndryshe, tash me instalimin e aparaturave të reja, me furnizimin me bana të reja për trajtimin e smundjeve malinje, në përgjithësi, sidomos të xhirit, ne mbulojmë pra gjitha rastet e trajtimit të kësaj smundje, qoftë në aspektin kirurgjikal, qoftë në aspektin onkologjik, që ka 2 hallka, hallkën e trajtimit medikamentoz dhe hallkën tjetër trajtimit me terapi me rezatim, me aparaturë të sofistikuar dhe bana shumë modern. Dhe së fundmi këtë vit ne kemi në listë esenciale do të aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe 4 bana shumë të avancuar për trajtimin e smundjes xhirit, që është hormon pozitive, të rastet e avancuara të kancerit xhirit dhe metastatik, dhe shpresojmë në të ardhmen që këto bana të përdoren edhe të format e hershme të kancerit xhirit, hormon pozitiv, pasi që rekomandimet e fundit janë të tilla, dhe ne ta bëjmë do të trajtimin më të lehtë, më të mirë dhe ta organizojmë në Kosovë. Dhe është fat që në Kosovë ka një qendër publike e cila trajton pra këtë smundje malinje të xhirit, pra klinika onkologjisë të adultët, pra është fjala për të rriturit, të tumoreve solid, dhe institucionet private pra mund të themi se janë gati minimalisht ose kryen këto shërbime në përqindje ndër 1%, pra 0.5%, dhe gjithë pacientët cilët kanë nevojë për këto shërbime të ofrohen dhe të merren në klinikën onkologjisë. Por klinika vazhdimisht është në hap me udhërrëfys ndërkombëtar, evropian dhe regional, që bana të cilët janë vërtet të domosdoshme dhe të cilët kanë impakt në gjatësinë e pacientit, qytetarët tanë t'i kenë në disponim, t'i kenë të rimbursuara për Ministrisë së Shëndetësisë, në që edhe trajtimi i smundjes jetë më i suksesshëm, më korrekt dhe të jetë jetë barë
për secilën familje që të siguroj edhe këtë lloj të trajtimit. Meqense anën tjetër trajtimi radioterapeutik vetëm se ka avancuar shumë, pra trajtimi me rreze, dhe ne kemi 2 aparatura shumë të veçanta dhe shumë shpejt këtë muaj ose muajin tjetër do ta kemi edhe aparaturën e tretë, dhe këtë mënyrë do të zbusim në masë të konsiderueshme do trajtimin e sëmundjeve malinje me rrezatim, por jo vetëm që do ta zbusim, por do ta ngrisim edhe në nivel më të lartë trajtimin e sofistikuar të sëmundjeve malinje. Pra do të ketë një aparaturë të re për rrezatim. Pa aparaturën e 2 ne i kem, do ta kemi tretën brenda këtij muaji mendojmë, dhe kjo do të bëmi kampion në rajon nëse si ai përket institucioneve publike, nëse marrim edhe krahasojmë me Shqipërinë ose Maqedoninë, të cilët institucione publike kanë ka 2 aparatura më të vjetra. Kosova ka filluar nga viti 2010 dhe sot në vitin 2025, për 15 vite ka bërë një hap, një kapacim shumë të madh në trajtimin dhe qasjen moderne të sëmundjeve malinje dhe falë angazhimit dhe përkushtimit normal të institucioneve të Republikës, të cilët sidomos këto 5-6 vite dhuni kanë bërë një investim madhor në klinikën e onkologjisë, meqense ka qenë një ndër prioritetet e ministrisë dhe SHKK-s me QKK-n, dhe së fundmi ne kemi modernizuar dhe shërbimet në kuptimin digital. Kemi bërë një kartel digitale në klinikë, e cila është duke u updateuar çdo ditë, duke u përmirësuar dhe nga vitet në vazhdim do të kemi edhe një databazë edhe më të mirë të këtyre sëmundjeve dhe do të një rrjedhje shumë më komplete të informacioneve që lidhen me sëmundjet malinje të të rriturit në klinikën e onkologjisë. Kjo kartela digjitale do të thonë kupton që secili pacient ka pak a shumë evidencë. Sa herë që vjen do të i evidentohet në kartel dhe dhënat e pacientit mbesin në kartel në mënyrë elektronike dhe sa herë që vjen pacienti përpos që e merr një kopje fizike, meqense ka nevojë për terapi përcjellëse gjatë trajtimit ose përcjelljes së vetë sëmundjes, ai mund të ketë informacion në databazën tonë se kur ka qenë, çfarë ekzaminime ka bërë, çfarë trajtimi ka marrë, dhe kjo është një punë e cila është bërë nga QKK-ja dhe shpresojmë që kjo kartel në vitin e vazhdim të përmirësohet edhe më shumë, të bëhet edhe më adekuate, më qasshme dhe më e mbushur me informacione të duhura për këto sëmundje dhe të na jep një pasqyrë më reale për sëmundjet malinje, krahas informacioneve të cilët i ka Instituti i Kombëtar i Shëndetit Publik, që merret me evidentimin e sëmundjeve malinje në nivel kombëtar dhe jo vetëm nga institucionet publike, por edhe nga ato private, dhe ka informata të sakta mbi gjendjen aktuale të sëmundjeve malinje në Kosovë. Po, duke qenë se normalisht intensiteti punës brenda onkologjisë është jashtëzakonisht shumë i madh, nëse shkon një ditë dhe mundesh me kuptu punën që është brenda spitalit, mimoza për juve përveç që është një sëmundje e kushtueshme në fakt, ndoshta për juve ka qenë faze e hershme, por për persona që kanë avancim kësaj sëmundje është pak më problematike edhe ka persona që nuk kanë mundësi me përballu anën financiare. A ke pas ndonjë problem ose vështirësi gjatë mjekimit ose trajtimit në spitalin onkologjik? Qoftë me vështirësi për gjetur ilaçe ose ndonjë paregullësi që ty të ka pengu gjatë këtij trajtimi? Në fakt, prej diagnostifikimit e deri te fazat posoperative, të gjitha trajtimet i kam marrë në sektorin publik, në klinikën fillimisht radiologjisë, kirurgjisë torakale dhe pastaj onkologjisë. Në SHKK, jo nuk ka pas vonesa ose nuk ka pas mungesa të paktën në një periudhë, mundet me ndodhë ndoshta në mes të furnizimeve, se terapia ime është terapi hormonale, e cila do të në vazhdimsi për edhe 4 vite tjera ta marr. Nuk janë medikamente të kushtueshme shumë, por përgjithsisht unë pajtohem me doktor Ilirin që ajo që i ofrohet pacientëve përkundërsa fluksi i madh, intensiteti i punës, gjithashtu i vazhdueshëm në të dy ndrimet, domethënë se në onkologji punohet deri në orët e mbrëmjes, nuk është që puna përfundon në ora 2, por në ora 7 deri kur mirën trajtimet. Në fund e vren që është një dedikim e një përkushtim edhe i stafit, edhe i gjithë personelit aty, megjithatë që unë shpresoj që sa më parë tash ne kemi prapë këto procese zgjedhore, por në mandat të radhës prej vitit tjetër të fillon puna intensivisht, e diskutuam pak me doktor Ilirin
decentralizimin e ofrimit shërbimeve dhe në qendra tjera. Ajo që ka për mu për shembull ka qenë ndoshta pak sa më e sikletshme në momente të caktuara, ka qenë periudha e rezhatimit fillim vitit, domethënë këtë fillim vit, kur për shkak të intensitetit të madh të pacientëve kishte ndërprerje të shkurta të punës së pajisjeve, ato 2 pajisje që janë në radiologji të onkologjisë dhe unë isha në Prishtinë, por pacient që vinin prej vendeve tjera ose duhet pritin dikun ose të ktheheshin pas një kohe. Normal që ajo t'jep një farforme. Lodhje. Për ta është lodhje, për mu ishte një siklet apo stres për përgjegjësinë që e kemi edhe si persona publik, për arsye se nëse ata e shohin një person publik aty, atëherë bëhesh si adresa e ankesës me të drejtë, natyrisht se askush nuk shkon që si them me çështjet sa me kalu koha, është një trajtim post-operativ nganjëherë edhe si të themi lodhshëm, por që për te asaj të tjera nuk ka pas. Po them prapë, shumë është dallim i madh me stadin që unë jam diagnostifikuar ose me stadin që e kam zonë smundjen në raport me dikën në stad më të avancuar që pastaj edhe shërimi është shumë më i kushtueshëm, edhe dhimbja, edhe trajtimi është më i vështirë. Përveç kësaj përgjithësie që e ke ndjenë ndoshta në ato momente, edhe momentin kur ke dalë publikisht edhe ke rrëfy këtë pjesë, ka qenë ndoshta edhe ana psikologjike edhe ajo që ke ndërgjegjësuar edhe shumë gra të tjera që nuk po i ndalë aktivitetet e tua të punës. Sa e rëndësishme ka qenë kjo për ty? Për mu ka qenë shumë e rëndësishme me ndame të tjerë, për faktin që unë nuk kom, asnjëherë në jetë nuk e kom gjyku ose s'kom vlerësu tabu diagnostifikimin me smundje, jo për veti, por edhe për të tjerë. Domethënë, nuk e kom pa atë si një gjë e cila duhet më mshef. Ndikon kjo, ndoshta tash, domethënë aspektin e komunikimit edhe vlerësimit edhe në vende tjera se si e bëjnë personat publik. Prandaj unë në momentin kur kom dalë prej spitalit, kur e kom kry operimin, ende pa shku tek klinika onkologjisë, ende sa kom dalë prej klinikës kirurgjike, e kom bë postimin edhe kom lajmëru, për arsye se si e përmenda, prej diagnostifikimit e deri tek përmbyllja e operimit, ka qenë sektorin publik, ka qenë një përvojë jo shumë e vështirë për mu personalisht, edhe pse edhe një element më duhet me i përmend në aspektin personal, unë babin e kom mjek, ajo është në pension tash, po jam rrit me mantelbardh. Domethënë sa herë kemi shkuar në spital, asnjëherë nuk e kam pas as frigën, as fatigën e spitalit ose mantelbardhëve. Si fëmijë kur rritesh me mjek në shtëpi, domethënë ke pas këtë kulturën ndoshta të vetësimit për shëndetin më të madh. Po duke qenë se ndoshta viteve të kaluara ka dalluar edhe trajtimi, a ka pas momente kur babi tu ka drejtuar me atë këshillën që me ndal punën ose intensitetin e punës gjatë kësaj periudhe? Shpeshherë, në veçanti pas lindjeve. Unë 2 lindjet, 2 djemve që i kam qenë angazhuar në punë. Edhe në të dyjat, menjëherë kam filluar me punu. Edhe e di e mbajnë mend që kritikën kryesore e kam marrë prej tij pas lindjeve kur më ka pa tepër të angazhume, do të thonë kur ka bo kështu lutje rigjatë që themi ne, aman ndalu se jetu e dëmtu ose mundesh me dëmtu veten, mundesh me dëmtu plagën, se 2 fëmijët i kom pas në lindje me operacion, kjo ka qenë për të ndoshta e ma e rëndë, gjithashtu edhe për kancerin, babi është gjallë, ka 85 vjet, i kom kursy edhe ato edhe nanën mos më lajmëru ose mos më tregu më një herë. Tek mbasi e kom përfundu operacionin, kur jam forcu pak, domethënë kur e kom pa veten që më gjendje edhe më shku me fol me ta, atëherë i kom tregu lajmin se kom konsideruar se kom vlerësu që është pak sa më e rëndë për ta, për moshën e tyne edhe për perceptimin, se edhe nëse ju tregon që e ki në fazë të hershme ose që e ke kry operacionin, kom mendu se mundet me mendu që nuk po ja të thëmë të vërtetën ose po ja relativizoj. Po tash e informum rregullisht për analiza edhe kur tash ti mban të informum, po ata gjithmonë rrin me atë stresin edhe frikën se mos nuk po i tregon. Jo, analizat për 1 vjet kur i tregoj që i kom kry, se kësaj radhe i kom përfundu domethënë këto të 1 vjeçarit të parë. I thon për 1 vjet tash jam mirë, presim deri vitin tjetër se kjo si punë diplomës. Po, në fakt gjithmonë duhet me u mirëmbajt edhe me u kontrollu doktor. Unë shpresoj që do ta ketë tam jetën kështu.
pas një problem. Po, Faleminderit. Po duket shumë bukur edhe është në fakt një motiv për gjithë ato gra dhe njerëz që të ndjekin, duke pa që gjithë këtë trajtime ke bo në mënyrë që nuk e ndalë asnjëherë edhe me aktivitete dhe punë. Ne vetëm një element e kam vrejt që vi prej Gjakovës, edhe humorin e kemi si pjesë të natyrë të dytë, po unë e kom një farë analizë të thjeshtë me bo me thonë vendet që kanë kalu në për siklet e zhvillojnë humorin, po krejt Kosova ose Ballkani është kështu, domethënë me sens të humorit. Për arsye se doin me hek vëmendjen prej telasheve që i kanë baza ditore. Për mua personalisht kjo pjesa e humorit ka qenë pjesa kryesore që më ka mbajt prej momentit kur e kam kryer operacionin e deri tash, domethënë kur diskutoj për çështjet kancerit ose diagnostifikimit për veten time natyrisht, e marr si me shaka, e besoj që po ndihmon. Ndihmon, thashë pak më herët, në relativizimin e gjanave tjera që s'kan shumë rëndësi me të vërtet, e që në rrethana tjera i rrisim ne jashtë proporcioneve që duhet me i pas. Krahas kësaj, domethënë këtu minimizohen edhe na duken shumë të vogla. Po edhe janë të vogla. Po edhe janë të vogla. Doktor, sa ka rëndësi kjo pjesa që po e përmendim që nuk ndalin aktivitetet e punës? A është e shëndetshme në anën psiqike, po a duhet me pushu? Të dy anët, edhe fizike edhe psiqike. Edhe vetë deputeta tregoj që do të është shembull, edhe ka kryer aktivitete fizike, edhe ngarkesën punë, po edhe ka bërë kontrollat e mjeku, që ka pru në një situatë shumë të favorshme për shëndetin e saj, duke treguar që secila femër mund të preket nga kjo sëmundje. Edhe mbas statistikave është që 1 në 8 femra në botë mund të atakohen nga kanceri i gjirit në çdo fazë të jetës së saj, dhe ky numër do të ulet edhe më shumë, ose 1 në 7 femra planifikohet nga viti 2040 të mund të preket nga kanceri i gjirit. Tregon se sa është e rëndësishme që të kemi një vetë kontroll, një kujdes më të madh ndaj shëndetit tonë, sidomos ndaj gjirit në këtë rast. Por ka jo vetëm që rekomandohet, po dhe duhet bërë pacientë të cilët marrin trajtime onkologjike, ne i ndajmë dhe i rekomandojmë ose i udhëzojmë në momentet caktuara, në varësisht prej stadit dhe llojit terapisë që ne e përdorim, kur kanë ata kufizime, për çfarë periudhë të caktuar kohore, ose kur ata mund dalin dhe të vazhdojnë jetën e tyre normalisht. Dhe meqense se ka në klinikët e ne shumë qytetarë të Kosovës, cilët japin kontribut dhe punojnë në institucionet, ata ndonjëherë e preferojnë të kenë ditën e premte si periudhë kur me marrin terapinë dhe pas 2 ditë të kyçen në aktivitetet e tyre ditore, dhe kjo ka bërë që ata ta kenë edhe më të lehtë. Dhe kontakti ose konsultat psikologjike janë shumë e benefit për pacientin. Dhe njëjtën kohë, puna fizike, po jo puna e cila mund ta lodhë organizmin, meqense nëse merret terapi më avancuar ose terapi më toksike, atëherë java parë mund të jetë një pauzë për pacientin derisa të rikuperohen funksionet e organeve të caktuara ose funksionet vitale, derisa ilaçi ta ketë atë pikun e koncentrimit ose e efektit më të madh të tij, dhe pas asaj të vazhdojnë normalisht të jetë me aktivitete ditore dhe të jetë jo person i handikepuar, po person normal i shoqërisë tonë, i cili shumë shpesh dhe shumë për ditë ndodh që të jetë më kontribut se sa ata tjerë të cilët nuk kanë probleme shëndetësore. Kur flasim për këtë pjesë, domethënë ana psiqike dhe emocionale janë shumë më të ndjeshëm ndoshta. Dashur pa dashur, jo vetëm për vetë personin, po edhe për familjen. Po nga pjesa fizike, kur kufizohen në ushtrime shembull, nëse dojnë me pas një aktivitet krejt normal edhe me anashkalu smundjen, sa është e dëmshme kjo ose? Jo, nuk ka nevojë të bën, ne i rekomandojmë sforcime fizike, nëse ka ka shpesh praktikën tonë përditshme do terapi toksike, pra gjatë mos bëjnë vrapime të shumta, mos bëjnë aktivitete edhe në shtëpi, të cilat kërkojnë sforcim fizik, po të vazhdojnë jetën normal duke e kryer punën e vet për nevojat ditore, dhe ndoshta dojnë nevojë pak më tepër, po jo javën e parë zakonisht ose 10 ditë e para, por të pacientë cilët marrin terapi tabletare ose orale përmes gojës ose terapi më të lehta, javore, mujore, kështu me radhë, ata mund të marrin terapinë, të vazhdojnë gjatë njëjtës ditë, ka raste ku vazhdon punën dhe vazhdon jetën krejt normal. Por sforcimet fizike ne kemi pasur më herët disa prej qytetarëve që kanë qenë me vullnet shumë të madh dhe duke dashur të dhënë motiv të tjerëve, do të kanë vazhduar jetën ose kanë vazhduar aktivitetin fizik që ditën e nesër mbas
mbas terapisë agresive, dhe kjo ne i kemi rekomanduar që mos ta bëjnë atë, dhe nuk është ajo shembull se pacienti i cili merr terapi të tillë të jetë i sforcuar në atë mas sa që organizmi nuk e përballon. Po janë raste shumë të ralla, po në përgjithësi vazhdohet me rekomandimet e mjekut gjatë periudhës caktuar për orë dhe pastaj vazhdohet me punë të përditshme. Punë të përditshme. Duke parë shembuj sikur Mimoza edhe rasti tjetër ka qenë vitin 2025 edhe gazetarja Mira Kazhani që ka bërë një deklaratë e cila ka bërë shumë bujë për intervistën e saj që është ballafaqur 1 vjet me këtë sëmundje dhe nuk i ka ndalë aktivitetet e punës. Duke shkruajtur edhe një libër edhe ka jap shumë mesazhe edhe motiv ndoshta tek ky aspekt, është edhe Mimoza që e kemi sot në studio që po ashtu nuk është ndalë asnjëherë duke i folë. A mendon doktor që mungojnë pak këto deklarata edhe nga ana e gjinisë mashkullore, se ka raste, unë nuk dyshoj që ka raste që edhe ata janë diagnostifikuar dhe kanë vazhduar punën. Po, keni drejt. Do të marr shumë, edhe është do të marr shumë rëndësi kanceri i xhirit, meqense si pionjere e kësaj pune ndërgjegjësimit për kancer xhirit ka qenë zoja Nafie Latifi, e cila qysh nga viti 2007-8 kur vetë ka qenë e smur, ka marrë atë themi flamurin Bajrakun dhe ka vazhduar me prek secili institucion në mënyrë që të bëhet shumë më tepër për këta pacient, që ajo fatin e saj të mos ta ndjekin qytetarë tjerë të Republikës, meqense smundja është shumë e vështirë, ka shumë sfida, ka shumë ndërlikime gjatë periudhave të caktuara trajtimit, dhe ajo ka bërë që Kosovë, pra kanceri i xhirit sot të trajtohet në mënyrë më korrekte dhe kanceri i xhirit të identifikohet në faza më tërshme. Edhe kjo do të dalja e gjinisë mashkullore në këtë kuptim është pak më e pakt, në një farë formë nuk e dim arsyeën pse, po meshkujt hezitojnë. Disa nga ta, me qenë se kohëve të fundit kemi edhe meshkuj që dalin, kemi edhe aktorë, edhe kolekton mjek. Veç tash që numri më i madh është. Po, dhe patologjia ndron, me qenë se te meshkujt, kanceri i xhirit atakon edhe meshkujt, po si vjet të tregoj tash do të i kemi për herë të parë 7 burra. Në çdo vit kemi pas 4 deri 5, që vjet para një ove 2 janë identifikuar 2 persona të moshës 65-70 vjeçar, pra kemi 7 meshkuj në 470 femra. Ashtu nuk është numër i vogël, po është standard në vende të tjera. Te meshkujt patologjitë më shpeshta për kancerin janë kanceret e mushkrive, e zorës trash, edhe ata publikisht nuk flasin nëpër televizione, po ka disa nga ata që dalin. Ndërka djemë të rritë të cilët vujnë ndonjëherë prej sëmundjeve maline testise, është më radhë, ose disa probleme me lëkume, edhe ka që dalin jepin intervista dhe janë motiv që të bëhet më shumë, pra të kemi një kujdes më të madh në shëndetin tonë, edhe të shkojmë te mjeku sa më herët që është e mundshme, dhe të mos neglizhojmë ato ndryshimet të cilet ne mund t'i vrejmë dhe pastaj të tentojmë vetveti ose duke marrë këshilla për njerëzve jo adekuat, ose marrë informacione për internetit, ta vetë trajtojmë problemin ose ta neglizhojmë dhe pastaj bëhet ajo vonë, dhe ky trend vazhdon, pra të bëhet në kuptim të përmirësimit edhe të edukimit. Por në përgjithësi në Kosovë, me qenë se edhe mentaliteti në Kosovë pak është i tillë. Po, që burra duhet të jenë burra. Burra që nuk pajtohemi në atë, me qenë se femrat janë më të se burra. Po. Tash ndoshta na marrin po vërtet edhe sfidën që cilën e përballojnë sidomos me këto sëmundje ne kemi pasur që janë heroina jo vetëm që e mban veten, po e mban familjen, prap e mban fëmijët, bashkëshortin, familjen e gjerë, do të interesohet për gjitha problematikat e tjera, kurse meshkujt janë pak më ndonjëherë pak më dëmbel dhe kanë tendenca më shumë të edhe të ngarkesës psikologjike më të madhe që ta kenë prezente, dhe ne vazhdimisht i rekomandojmë, i ngacmojmë që të bëjnë konsulta psikologjike edhe ne vetë që të vazhdojnë jetën normal, dhe shumë nga ta sot janë mirë, vazhdojnë jetën edhe punën e përditshme. Me që e përmende edhe këtë vizitën nga ana psikologjike, në fakt që është mjaft e rëndësishme, ka ndoshta antarë familjes që nuk dinë edhe si me ju trajtu personet në familje që e kanë sëmundjen, edhe pa dashje mujnë me i bo një farë dëmi shambull Mimoza, ndoshta nuk i di bashkëshorti yt sa për kras ka qenë, po a je taku me antarë tjerë më larg familjes ngushtë që nuk kanë ditë edhe me të qasë ose të kanë drejtu ndoshta si më që ty e prek ose të ka lëndu diçka gjatë kësaj periudhe. Shpesh herë pacient që diagnostifikohen me kancer, edhe kjo besoj që është duhet me qenë
kështu e përgjithësume, përfundojnë t'u jep kurajo tjerëve që mërziten kur e dëgjojnë pse o diagnostifikua se dikush po përballet me sëmundjen. Në familjen e ngushtë e kom si me thonë, e kom pas këtë vëmendjen pashurti ka ditë prej fillimit, se ka qenë me mua edhe kur kom qenë në kontroll, do me thonë prej momentit kur e kom bo biopsin, ai ka qenë informuar dhe normal është mundu që me krejt forcën, energjinë e vet me qenë aty edhe në fakt me jep me më siguru që kjo s'është kur gjo për faktin se është stat ka të hershme. Motrat e kanë ndi pak si ndoshta ma të prekuna, por secili që një farë forme mundohet ose e ndirë ose preket prej kësaj kur e shet qasjen e pacientit vet, ato e kanë një farë forme e kanë pa që nuk e kom marrë unë tragjike këtë punë. E ke përcjell çatë energji. Por thënë kjo, unë muj me qenë ndoshta përjashtim, jo rregull. E rregulli duhej, nëse muj me ndihmu të tjerëve, është më thonë që personat me kancer mos i shihni si njerëz të destinum në rrugtimin drejt vdekjes, për arsye se e para duhet energji, kurajo edhe optimizëm. Pra po e them edhe doktori e din që qasja ndaj sëmundjes është faktor shumë i rëndësishëm në ato se sa e përballon a e te kalon sëmundjen apo jo. Ka raste ku pacientët dorëzohen vet edhe mandej çdo gjë tjetër është e pamundun prej jashtit, por në momentin kur ka optimizëm, ka energji edhe pacientët e një farë forme përballojnë me qasje shpresdhënëse ndaj jetës, çdo gjë tjetër është më e lehtë. Po të tjerët përreth duhet me u mundu të njëjtën me bo. Nëse ka rënje të disponimit ose të besimit në ato se sa mundet pacienti mu përballë, do duhej me ndihmu me pozitivitet. Edhe tjetra, ndoshta këtu është element shumë i rëndësishëm te stigma ose te paragjykimi, kërkesa e ndihmës mjekësore, qoftë te psikologu ose te psikiatri. Ende jemi shoqëni që ka shumë paragjykime, në veçanti trajtimin e këtyre sëmundjeve, po këto dyja nuk e përjashtojnë njëra tjetrën se munden me shku një mbas një. Prandaj edhe situata kur duhet me pas trajtimin psikoterapik është shumë e rëndësishme. Edhe jo diçka me u gjyku, por si vazhdimsi në veçanti në situatat ku sëmundja mund me pas stad më të avancuar. Ti vet, cilat kanë qenë ato strategji tua, ndoshta kur je ndjej pak më e brisht emocionalisht gjatë kësaj periudhe që i ke praktiku për me i jap vetes pozitivitet? Strategjit ajo natyrshëm të vjen, po mendoj nuk është diçka shumë e mendume, po unë e konsideroj që dy elemente kanë qenë, fakt që jam konë lehtë. E kom mendu krejt paternin mbas tjetës, domethënë krejt dinamiken e të arritunave, krejt dhe kom thonë që edhe me qenë kjo e fundit, kom rri mjaftueshëm një, ka qenë kjo është e para. Po, absolutisht, ku nuk më kam bet ku kam rapa, me shiku me thonë, më kam bet kjo pa e krejt. Elementin e dobësisë këto e kom thonë publikisht e kom pas për të fëmijët. Do të thonë, djalin e madh e kam 20 vjeçar, dyti është 14 edhe disi një farë forme besoj si secili prind don me i pa të arriturat në jetën e fëmijëve dhe ajo ka qenë ndoshta vetëm një moment të dobësisë teme personale e kam pas për fëmijët e mi ose edhe një farë forme brengen si kanë me përballu prindrit. Për të tjerat nuk e fare, ndërsa në elementin tjetër që e përmende strategjinë, kam thonë, krejt çka është jashtë shumë ma malinjoze se çka po më ndodh brenda. E ke këtisin hajgare. Po, edhe me të vërtet kështu, kam thonë, këto proceset çka ndodhin brenda me në kontroll teme, këto që po ndodhin jashtë, vetëm muj me kontrollu se si reagoje, jo se se çka ndodh me to. Kjo është pak me humor, po rrethonat e jetës publike e politike në Kosovë, kështu. Prandaj për këto dy në një farë forme, edhe tjetra që unë e kom pas energji. Do të ditën kur jam dalë prej spitalit, masi e kom kryer operimin, kur kom shku në shtëpi, ma energji kom pas, do me thonë, në spital risha edhe më kapke si siklet se ullën të nesërën mas operacionit. Kur kom shku në shtëpi, kom fillu në një moment, ka dalë bashkëshorti, kanë qenë në vizit, motrat, ka dalë jashtë, me to kur o kthy, unë e kom qenë ty pastrua, ty regullu diçka, e ende kom pas drenazhën. Tha, çka po bën? Po thash, lese po ndina shli. Mora energjin teme. Domethënë ajo ndjenja e që erdha në shtëpi që e kom kry, edhe të tjerat janë vetëm pjesë kështu rutinë që më do të mi kry. Domethënë ana jote më e fortë ndoshta ka qenë kjo ana psikologjike, që ti nuk ke pa asnjë
problem që mundet me të ndalë. Edhe po besoj që është një shembull shumë i mirë, përveç kësaj edhe pse jemi në minutat e fundit, se koha shkoi shumë shpejt në këtë edicion. Nuk po iki pa shpëtu edhe rastin që unë kom pas edhe mamin të diagnostikuar me këtë sëmundje dhe jemi domethënë gati në një fazë për mbyllje gjithë ciklit, edhe sa herë kom pa ato, domethënë ka qenë njëjtë siç po e përshkruan edhe Mimoza, një shembull motiv që nuk ndal asnjëherë duke punu dhe duke na jap gjithve shpresë edhe vullnet për punën. Doktor, e di që po e përmbyllim edhe me disa mesazhe të shkurta ndoshta këtë edicion. E di që e përmendi edhe Mimoza, ana psikologjike është shumë e rëndësishme, ti vetë ballafaqohesh çdo ditë me këta pacientë dhe nuk e dyshoj pse të kërkojnë vazhdimisht, se jeni farë psikologu në fakt, e përçon një energji shumë pozitive. Sa e vështirë është kjo që gjithmonë domethënë me u përgjigj me pozitivitet edhe në atë fluks të madh njerëzve me një sëmundje serioze? Ne me qenë se jemi mjek fillimisht dhe kemi një betim të Hipokratit dhe pastaj dim se çfarë profesioni kemi zgjedhur nga fillimi dhe përvoja jonë gjatë kësaj periudhe të caktuar kohore të trajtimit të këtyre sëmundjeve ka bërë që të kemi një qasje më proaktive dhe të kemi një qasje një trajtman deri diku psikologjik, edhe pse kemi psikologë në klinikë aty e cila jep informacione dhe bën trajtimet të cilët duhet bën edhe me numër më të madh psikologëve, meqense nuk mjafton vetëm një. Do qasja dhe kontakti me pacientin ka rëndësi shumë të madhe. Meqense se pacienti do të në momentin kur pranon të trajtohet ai do të një farë beson për gjithçka. Dhe jo gjithherë do të edhe përkundër më të mirës bërë, do të situata nuk del jashtë kontrollit dhe meqense sëmundja është e tillë, po ajo do të motivi dhe përkrahja e vazhdueshme jo vetëm gjatë kohës intenzive të mjekimit, po edhe gjatë kontrollave, kështu me radhë dhe darja informatave edhe në kohë jashtë orarit punës me pacientan ka bërë që ata të kenë një përkrahje, një mbështetje, një mbrojtje, një më të mirë dhe ta të kalojnë dhe ta sëmundjet më lehtë dhe kanë një qasje më proaktive ndaj saj dhe kjo është çelësi edhe i trajtimit dhe jo vetëm Mimoza dhe Petja, po si Mimoza ka plot, të cilët edhe meshkuj tjerë të cilët janë motiv, janë shembull se si duhet të trajtohet sëmundja, si duhet merret kjo sëmundje, e cila vërtet kur e merr diagnozën nuk është gjë e lehtë. Do të kur merr diagnozën që keni problem të tillë, do të ndron komplet pasqyra e krejt jetës tënde. Kur e merr do të edhe kur shef kom këto dhe është diçka me të cilën tash të jetë do të më përballu dhe ka shumë rëndësi. Ne kemi pas edhe raste do të më herët tash më pak kur kam pas edhe do të një farë stresi emocional, ngarkesë shumë të madhe që ka ardhur nga kirurgu i parë përgatitur në onkologji, ka ardhur veç një konsult dhe kur kemi thënë që jo tash kemi filluar me trajtim, për to ka qenë diçka e befasueshme ose diçka që s'ka mujt me pranu. Edhe nuk ka pranu me... Jo, ka pranu pas trajtimit psikologjik, pasi që është bind edhe është marrë përqimi adekuat që kjo është më e mira për të. Por raste të tilla kanë qenë më herët më shumë, tash janë më pak. Dhe kjo tregon se sa rëndësi ka dhe do të informacioni korrekt dhe i duhuni secilit prej pacientëve të mirat dhe ato të cilat mund më ndodh gjatë mjekimit. E sidomos nga doktori në fakt. Meqense në klinikë të onkologjisë në përgjithësi është një staf i ri, i cili ka kryer një trajnim adekuat specialistik dhe cilët edhe gjatë kohës trajtimit dhe kësaj përvoje kanë fituar edhe më shumë, do të përvojë dhe kanë një qasje shumë korekte në përgjithësi mjek. E kanë qasjen korekte, mund të ketë individuale meqense edhe mjek janë njerëz. Po, mund të kenë ngarkesa. Po, momentin kur duhet bëhet maksimumi për pacient, kemi do të edhe pacient, edhe familjar të pacientët, të cilët ndonjëherë nga ndërdia atyre kërkojnë diçka të parealizueshme, ose se njëri do të nuk pajtohet momentet caktuar me realitetin dhe do të dënë me të marrë më të mirë, por ne i kuptojmë edhe ato situata kur mund me qenë të frustruar, nuk shkon puna mirë ose ndonjëherë për shpesh edhe kur shkon mirë, edhe ajo do të kemi një qasje shumë proaktive, më korrekte, në mënyrë që ta zbusim, ta ndajmë këtë informacion dhe do të qasjen ta kemi më korrekte dhe më të lehtë për pranim të pacientit, familjarit, po vetë mjekut i cili e trajton. Dhe neve na ka radhë dhe na bjen hisja që ne të japim informatën të parë për një pacient i cili ka këtë sëmundje, akoma vazhdon të jetë kështu. Ne kemi bërë shumë konsulta, kontakte që kjo të ndron pak, meqense personi i cili vjen në kontakt i pari me këtë sëmundje, qoftë patologu, qoftë
ai që merr biopsinë, qoftë kirurgu nëse ka intervenim kirurgjik, ta përgatisin po kjo akoma qëndron dhe mjeku do të onkolog. Edhe dhënia informatës ka rëndësi shumë të madhe. Meqense ai e mban mend atë informacion cilin ti e jep ta njëjtën. Po. Edhe mënyrën që ja interpreton ose në momentin e caktuar kur kime dhënë këtë informacion që ai ta pranoj edhe ta si të vetën, si diçka cila është reale dhe ndaj cilës duhet kemi një qasje korrekte, adekuate, realiste për vazhdimin e vërtet, po. Prandaj ora rastësisht tash që ndoshta edhe kërkojnë aq shumë duke qenë që e ki këtë qasje, unë e di që mami gjithmonë e ka pas këtë hezitimin me pranu, edhe vazhdimisht e potencoj që nuk e di se qysh më ka bind i lire, edhe po besoj që nuk është vetëm ajo paciente, po ka edhe shumë të tjerë. Mimoza, për me përmbyll distriktin sonte, cili ndoshta kishte qenë mesazhi përveç gjitha këtyre fjalëve që na ta sonte? Mesazhi im kryesor ka të bëjë me mënyrën e jetës edhe kontrollet. Shpesh herë njerëz, do të thonë nëse flasun me ose moshatarë, ose matri, o ma të vjetër, më thonë se për shembull s'kan kohë me bëu ushtrime, po i them a keni kohë me dalë me pi kafe. Nëse del, do të thonë kafe del me pi 30 minuta, 1 orë i humb. Pse nuk e fillon ditën me diçka tjetër, ma pozitive për veten, kjo e para. E dyta, njëjtë me analiza, njerëzit edhe i ikin si burrat si gratë, i ikin ballafaqimit me të panjohurën që munden mi pas në trupin e tyre. Edhe nganjëherë më thonë jo nuk i bëj analizat mirë, jam s'po du me ditë nëse ka diçka keq. Po, e kemi ndëgjuar shumë shpesh në fakt. Po, edhe në fakt është kjo diçka që mu më ka brengos kur unë kom fillu mi dëgju se unë momentin kur jam diagnostifiku, kom fillu mi pyet njerëz kur e ki bë kontrollën e fundit. E më thëshin jo, nëse ka diçka s'po du mi ditë, thësh ajo duhesh mi ditë, se nëse e merr vesh vonë, ki me vujt shumë më shumë. Edhe domethënë le ti bojnë analizat secila smundje, qoftë malinje apo edhe smundje tjera. Në stadet e hershme diagnostifikimit shumë ma le trajtohen. Edhe për ta, për personat në fjalë, edhe për familjarët e tyre, edhe për shtetin. Do të thonë në të 3 nivelet e rregullimit, si më thonë, shoqëror të jetës e institucionale, çdo gjë është më e lehtë me diagnostifikim më të hershëm. Prandaj mos hezitojnë, mos friksohen, edhe kjo e ka edhe pjesën e vet, për arsye se edhe kjo është një farë arritje nëse e gjen herët, e trajton edhe një farë forme të arrit edhe vetbesimin që mujta mu ballafaqua edhe me këtë smundje. Se unë personalisht e kom marrë, si doktor si medalje po e trajtoj. Kur bëhem 5 vjet kom i qit një medalje aty, e kom mujt edhe kancerin zyrtarisht. Në fakt është një medalje, se kjo tregon mas shumë ti anën tonë të karakterit. Kështu që sa luftarake je dhe sa din me u ballafaqu. Kështu që unë ju falenderoj shumë që sot ishit pjesë e distriktit dhe ju uroj suksese edhe në vazhdim të trajtimit edhe të punëve tuaja. Faleminderit.